jemi në këtë pjesë të fundit, Elvinsa do të na përgatisi byrekun e saj të preferuar me petë të pjekura. Tregojmë fillimisht çfarë na duhet, çfarë përbërësish? Tani, për byrekun me peta, na duhen peta të pjekura, na duhen 5 kokra vezë, na duhet djath, na duhet gjallë për që ta lyejmë tepsinë dhe qumbësht. Kur e ke gatuar për herë të parë ti këtë recetë? Ka shumë vite me të drejtën, sepse mami ime preferon shumë këtë byrekun, e ka të preferuar në vetë edhe ajo e qanë. E ti do të arish sa do pak? Po, tani do mundohem, por... Po e rëndësishme është që e ke mësuar si recetë dhe me kalimin e kohës, me eksperiencën, sa më shumë ta gatuash, aq më po prapë më shumë me dorë. Nëse nuk e arrin dot me vetë. Nuk e arrin dot. E vërtetë është. Mirë, përbërësit i treguam, tani do të ndjekim me shumë vëmendje përgatitjen, hapat. Tani, si fillim, do të shtim djathin. Kemi edhe gjalp të shkrim, fal aty, por të duhet për ta përzier. Se do ta përdorin Elvisa edhe gjalpin, mirë dhe lukën këtu, për t'i trazuar. Pra, ke shtuar djathin e coptuar, thërmuar në copza më të vogla. Po, do ta thërmojmë dhe pak, me copsa pak më të vogla, ta kemi më të lehtë, pastaj ta përzijmë, se do shtojmë dhe vezët, qumshtin. E përzijmë pak më shumë, okej. Dhe po të duam pastaj do punojmë edhe me dorë, do ta punojmë çik që të bëhet një masë kështu e lidhur mirë. Dhe shtojmë vezët, apo jo, njëra pas tjetrës, se neve me desin një sy këtej nga ballokumet, që nuk e hapim do sot, kemi vendosur 2 tava, kështu që i duhet një 20-25 minutësh për t'u pjekur, her pas here regjia mund të na e tregoj pak deri në çfarë proces jemi, por e pamundur për ta hapur sepse ju e dini nuk duhet hapet kapaku sepse bie volumi i tyre dhe duhet të piqen pa ndërprerje 20 minuta, 25. Të mira. Tani do shtojmë qumshtin. Tani ti Elvisa edhe petët e i hap vetë, po ky është lloji byreku që ti do ta bësh me pesë. Ky është lloji byreku që duan petat thata. Petat e thata mund t'i përgatisësh edhe vetë, për shembull i hap petat me dorë dhe pastaj duhet i lësh në një, domethënë një sop të nxehtë që ato të fryhen, të thahen dhe të piqen. Ne ti përdorim për petanik, për byrek me shtojmë me vezë. Super. Do i shtojmë vezët një nga një tani, 4 kokra, sepse një kokër na duhet për në fund. Në fund fare. Do ta lejmë lart, po, bashkë me gjalpin që të marrë një... Të marrë atë ngjyrën e kuqeremt, po? Edhe një panë. Ajo është sekreti. Përveç të shije. Sekreti i ngjyrës dhe i shijes. Bukur. Ne shtojmë. Një mjek e arshme që e nisi këtu në Rezedielle karrierën, me pasionin jo të për mësimet, por edhe përgatimin, dhe një financiere po ashtu, që bëri ballokumet në ekran, në televizion, do ta keni kujtim të bukur goca. Po, eksperiencë e bukur. Edhe 8 minuta më thon kemi, kështu që ne duhet të shpejtojmë. Pa merak. Na morën padyshim edhe kohë. Ballokumet. Jo aq minutar sa ju pat në ekran, sepse ne kemi ndërprerë, kemi punuar pak më tepër. Normale, jemi lodhur. Por që këtë gjë do ta bëni ju te shtëpia kur ti përgatisni, do t'i jepni kohën e dur përgatitjes. Tani të lyejmë tepsinë me gjallë. Dhe do t'i vendosim petat, se kanë dhe këtë formën e tepsisë. Jeni bërë do një bashkë për të gatuar? Po, shumë shpesh. Jemi shkëmbyer në shtëpinë tona edhe gatuajmë. Çfarë do gatuajmë sot? Shiko, brezi juaj, me sa kam kuptuar, duke qenë se edhe unë një vajzë para adoleshente kam, porosisi një, por jo. Ose kanë qefto, që është këtë trendi moj vajza, që juve ju pëlqejnë këto ushqimet koreane. Jo, unë nuk i kam shijet e mia fare. Tabuki dhe maruki dhe... Jo. Si keni qef juve? Jo, s'na pëlqejnë. Nuk ju pëlqejnë. Më mirë. Prit, 2 nga 2, si do t'i njohim tani? Një minutë se... Lërë këtu, e marrë. Jo, shtroj, hidhi kështu. Hidhim pak yndyrë. Nga pak.
Te e dyta ose te e treta, që rëndë se ka dhe të njomen mirë. Çdo 2 fije, po. Çdo 2 fije petësh, të vendosim qumshtin me vezët dhe me djathin. Po. Ja të tjetërën. Prit të kjo i hedhin pak vaj, po. Pra një petë e kemi me yndyrë. Dhe një me qumshtin. Po. Vetëm i shtypim dhe cepat mirë, se këtu është problemi. Po. Se në mes shkon gjithmonë masa, por anash... Edhe një luk tjetër. Që dhe thëmë të përdorim gjithë pakun, sa ka kjo. Edhe pse duket si voluminoze nga fryrja e tyre dhe sharja. Jemi shumë mirë me ballokumet. Jemi shumë mirë në rrugën e tu. Idi një sy desi se syrit nuk gabon. Edhe pak. Po edhe pak duhet, sepse nuk jam bërë 20 minuta që nga vendosja e tyre për të pjekur. Bukur. Tani? Jo, për do të shtim këtë, pastaj, dhe qëtën tjetër. Ka që thjesht, goca? Shumë e thjesht. Pra, përveç se, dhe gatimi është një kënaqësi më vete, po ju e një dhe një ndim dhe një krah për nënat tuaj në shtëpi, bëni dhe punë shtëpie, besoj. Po, normalisht. Desi ty çfarë pune të pëlqen? Mua më pëlqen. Ekuri, fshirja, larjen, gatimi kuptohet që më pëlqen, po. Që është pasion. Po me punë të shtëpisë, me thënë drejtën, nuk është se kemi ndonjë kënaqësi të madhe, apo jo, thjesht duhem bërë se kemi këtë qefin që të jetë gjithçka e sistemuar, e rregullt në shtëpi. Këtë e kemi. Tani, kjo është peta e fundit. E fundit është kjo, okej. Që të hedhem dhe këtë lart. Shtojmë vezën që lam shparë. Përziel. Me një mirë, mund të shtojmë dhe qumësht tjetër, kemi të bidoni nëse duhet. Jo, s'ka gjë, mjafton. S'është e nevojshme. Okej. Deshtisht? Hidhja të gjitha. Dhe dora e fundit e qumësh vezë djath, sasinë e kripës, e të yndyrës, pra të gjalpit, që e kishim në temperaturën e dhomës. Ilvisa po ja shton tani në fund dhe do ta vendosim për të pjekur. Tani ne nuk e vendosim për momentin për shkak se janë ballokumet. Sa të mira që janë bërë. Vjen një aromë shumë e mirë. Shumë e mirë dhe do guxoj që ti tregoj, por duhen dhe 15 minuta për të marrë atë çarjen e duhur të tyre, sepse fillojnë dhe çajin dhe marrin atë. Ajo çarja simbolizon lulen edhe ditën e verës. Lart do i hedhim dhe pak gjalp. Do i hedhim dhe gjalpin. Po. Hidhe. Jo? Apo do t'i hedhësh, okej, kishit me dyshja. Okej, ta mbaj pak të but, gjalpin, dhe pastaj rahim këtu vezën, ndoshta tek pjesa e... Jo, vezën e tjetër e shtim, po. Tek pjesa e mbetur e qumshtit. Bukur fort. Tek peta e fundit. Një shtove aty. Po. Pra, byrek me vezë, qumësh dhe djath, nga Elvinsa me petë të thata, kështu që një pak o petësh ju duhen, gjalp pa dyshim, djath, qumësht dhe vezë. Bëni një byrek të tillë sot, me qënë se ju na frymëzuan gocat, me dëshirën e tyre për të gatuar dhe faleminderit shumë që erdhët, shumë suksese në mësime, faleminderit gjitha ëndrat tuaja, faleminderit që ishit vetvetja. Edhe për thollët një mesazh shumë të bukur për bashkëmoshatarët tuaja. Mund ta thoni dhe me zë, një mesazh që keni për moshën që ju përfaqësoni. Nuk duhet që ëndrat tona t'i mbajmë të fshehura, por t'i shprehim dhe pse jo t'i realizojmë. Dhe talentet që kemi, t'i shfrytëzojmë në mënyrë më të kur na jepet mundësia. Dhe ta jetojmë çdo ditë bukur me ëndra dhe me dëshirat.